Adoleshent që në dorë kanë armë, me një muzik trap në sfond. Fotoja apo videoja zhduket pas 24 orë, por ndikimi i saj mbetet. Të nesërmë një tjetër adoleshent e bën të njëjtën gjë, dhe një tjetër pas tij. Në një cep të vogël të një shared story, në Snapchat po zhvillohet një konkurs i heshtur, kush duket më i rrezikshëm. Fëmijë të armatosur. Rrjetet sociale po shndrohen në vitrinë të armatimit ilegal dhe glorifikimit të dhunës. Të rinjt në Kosovë po përdorin rrjetet sociale jo vetëm për t'u lidhur mes vete, por për të ndërtuar një identitet të bazuar në frikë, dominim dhe dhunë të mundshme. Betimi për drejtësi për më shumë se një muaj ka identifikuar dhe monitoruar disa grupe në rrjetin social Snapchat, të njohura si shared story, apo storje të përbashkëta. Pra është një histori ku disa përdorrues mund të shtojnë foto dhe video, duke ndarë momente së bashku në një vend të vetëm. Këto grupe të krijuara nga fëmijë dhe adoleshent, kryesisht nga qyteti i Skënderajt, janë bërë adresë e shpërfaqjes së armëve. 02, 02-shat, trimqe, albushe, janë disa prej këtyre grupeve që janë identifikuar gjatë hulumtimit. Emri i grupeve në disa raste edhe ka ndryshuar, por jo edhe përmbajtja. Secili prej këtyre grupeve ka rreth 500 antarë që një pjesë e madhe janë antarët e njëjtë. Betimi për drejtësi ka kontaktuar me disa nga krijuesit e këtyre grupeve për të parë se cili ka qenë qëllimi i hapjes së tyre dhe nëse janë të vetëdijshëm për materialet që postohen. LH, krijuesi i grupit 02, thot se grupi u hap me qëllim të postojnë nga jeta e tyre. Jo motër, ky grup është për qef, me qitë storja apo din me kallëzu jetën tone, so për ormë. Po qifti gjithkuj qëtë ormë ma shumë për jetë, e që atë he në punë ty ky sen, që kum kriju unë storin 02. A i pyetet sepse si krijuesi i grupit ka lejuar të postohen këtë lloj përmbajtje. S'moni nol. Kur pyetet për moshën, a i përgjigjet që i ka 19 vjet, por në fakt betimi për drejtësi mëson se ai është i mitur dhe është nxënës i shkollës fillore. LH thot se do ta mbyll grupin. Qtashëm sheli krejtone. Por pse kët nuk e kishte bërë më herët, kur ka parë që armët po ekspozoheshin. Qa me boj motorën, pse me mbyll për qef u hopa jo. E vërtet, po s'moni nol, nejse, ashtu kështu plan e kum pos me mshel, e msheli për pak. A i thot se nuk është i vetmi që ka grupe të tilla, sipas tij këto grupe ekzistojnë në çdo qytet të Kosovës. Nuk jam veçon që kom story, ka shumë story tjera, shumë ku postojnë armë. Ndonse a i tha se do ta mbyll grupin, deri në publikimin e këtij hulumtimi, grupi vazhdon të jetë aktiv.